Të gjithë dhe miqtë të emisionit Urbanika, jemi edhe sot për të diskutuar për problematikat e ndryshme që kemi ne si qytetarë, dhe në fakt unë ju premtova që të martën e kaluar se kjo e martë do të kishte të bënte me diskutimet që ne do të bënim lidhur me shëndetësinë shqiptare dhe më konkretisht me personelin mjekësor siç janë infermierët. Ky debat në fakt u shty për shkak sepse pritëm që të zhvilloheshin edhe zgjedhjet për urdhrin e infermierit të Shqipërisë, edhe pse do të ishte një diskutim që ne do të duhet ta bënim nga data 20 maj, pra do të ishte një diskutim në pritje, por që gjithsesi duket se shumë shpejt u bën gjërat pas emisionit të së martës së kaluar dhe vetëm të premten që kaloi u bën pra zgjedhjet për urdhrin e infermierit të Shqipërisë. Ne do ta shohim se kush është zgjedhur, në çfarë formë është zgjedhur dhe cilat janë mendimet e infermierëve shqiptar lidhur me këto zgjedhje, por edhe me gjendjen se si janë ata sot, në cilat kushte punojnë dhe përse sistemi shëndetësor shqiptar është në atë gjendje ku të gjithë ne, pa përjashtim, kemi nga një arsye për t'u ankuar. Në fillim, dua t'ju ftoj të ndjekim një insert i të martës së kaluar, ku ne i pyetëm infermierët brenda ambienteve të qendrës spitalore universitare nëse ishin në dieni ose jo që do të përzgjidhej brenda pak ditësh presidenti i ri i urdhrit të infermierit të Shqipërisë, pra personi që do t'i përfaqësoj dhe do të bashkë organizoj punën me ta, ja se si u përgjigjen të martën e kaluar dhe menjëherë pastaj do të shohim se si u përgjigjen sot. A di që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Nuk e di fare. Nuk e di? Urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja, e dini? Jo? Urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Jo. Urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja për president? E di. Po kandidatët a e njihni? A dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Zonja, a dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Më falni, e dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Jo? E dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Jo, nuk e di. Nuk e dini? Zonjë, dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Kush? Urdhri i infermierit. S'di gjë? Kjo ishte panorama e të martës së kaluar 16 prill. Sot jam me dy zonja të nderuara në studio, të cilat shërbejnë në qendrën spitalore universitare prej dekadash, Mimoza Kalaja, e cila ka thyer tabut që kishim njohur deri më sot, duke mos dëgjuar kurrë zërin e infermierëve në studiot shqiptare, si dhe zonja Alma Pula, e cila infermiere prej vitesh në QSO duhet theksuar, por së fundmi edhe kandidate për presidentin e urdhrit të infermierit të Shqipërisë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur që të dyja. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është hera e parë për juve, Alma, në këtë studio. Po. Keni thyer dhe ju tabun apo do ta shohim në vijim? Së bashku të gjithë po punojmë të bëjmë diçka ndryshe për infermierin shqiptare. Ju falenderoj se keni qenë televizioni i vetëm që keni filluar dhe keni ndërmarrë të nisëm në mbrojtjen dhe trajtimin e problemeve infermierore. Duke si mision goxha i vështirë, megjithatë, uroj së bashku të kemi më shumë sukses. Po, duket i vështirë ke të drejtë kur e thua, sepse do të kishim dashur që të kishim edhe zëra të tjerë në këtë studio, jo vetëm për të patur debat, sepse debatet i takojnë të tjera studiove televizive dhe emisioni Urbanika nuk e ka këtë profil. Gjithsesi, për të mirë të komunitetit, normalisht edhe ne ishim të predispozuar për ta organizuar një debat të tillë. Por duket se personi i cili është përzgjedhur tashmë si presidenti i urdhrit të infermierit të Shqipërisë, i cili
e konfirmoi edhe vetë gjatë një komunikimi telefonik në emisionin Urbanika se do të ishte i pranishëm në këtë studio për të biseduar me infermierët e tjerë për problematikat dhe për teknikat e përzgjedhjes në urdhrin e infermierit të Shqipërisë, gjithsesi ju e shihni që ai nuk është sot në këtë studio. Do të shohim nëse do të ketë një reagim ashtu si herën e kaluar, nëse ai do të dëshirojë që të komunikojë me telefon, gjithsesi ne do ta lejojmë edhe këtë hapësirë në emisionin Urbanika, por mungesa në fakt flet vetë. Dhe heshtja ju e dini se si përkthehet në raste të tilla, nuk ka nevojë që unë ta interpretoj apo edhe personat të tjerë ta interpretojnë këtë mungesë sot në studion e emisionit Urbanika, edhe pse ishte paralajmëruar dhe ishte konfirmuar disa herë gjatë javës. Do të shohim se si janë përgjigjur sot infermierët në qendrën spitalore universitare. A e din ato që u bën më së fundmi zgjedhjet, sepse kandidatët nuk i njihnin, por gjithsesi a e din që tashmë zgjedhjet kanë përfunduar? E shohim së bashku. Alni, e dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Jo. A dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? E dini? Presidenti i ri urdhrit të infermierit? Presidenti i ri urdhrit të infermierit? 3 agosto alle 3. Më falni, e dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Nuk kam kohë të flas tani. E dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Se kam idem fare. Zonja, dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? E dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Nuk di gjë zemra ime, nuk di gjë. Hajda, e dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Presidenti i ri urdhrit të infermierit. Tu mi guardi, giuri che non sai perché. Apri l'armadio, mi dici che è finito il caffè. Quando prima sbadigliavi anche tu. Ma dopo tanti giorni son tornato da Fiordello. Vajza, e dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Io non lo Di që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Jo. Zonja, e dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Po si jo? Që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Tur për shmëtën, po s'kam dhe shumë informacion. Nuk jeni informuar për zgjedhjet e reja që u bën për Jam zgjedhjet? fare informuar, se s'kam qenë këtu, kam qenë Italit e vajza, dita e parë për këtë javë e punës, kështu që nuk jam shumë informuar. Kam qenë me pushime. Është rizgjedhur Sabri Skënderi. Është rizgjedhur mirë, e di që ka qenë Sabri Skënderi, por tani nuk e di domethënë. Io ti guardo, Dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Nuk më intereson fare. Nuk të intereson. Jo. sento freddo, 3 di agosto alle. Zonja, dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? Scrivo un pezzo allegro, ma mi dici sembra un blues. Falni, e dini që është zgjedhur presidenti i ri urdhrit të infermierit? As na intereson. Nuk e ka lajmëruar njëri. Po ju zonja dini? Të keqe nëna, i 6 muaj dalë pension, moj që më punë fare. Ti Hiq punon ma. infermiere në Korçë. Po, Të mërkur në bën zgjedhje për presidentin e ri të urdhrit të infermierit. Po. Ti di gjë? jo nuk digje, se kam qenë me pushime këtu, në Pogradec. Domethënë ti s'ke votuar. Jo. Na mbajtëm lek për urdhrin e infermierës, aq sa na takonin, po nuk digje, nuk kam. Nuk e di. Po ju zonja dini? Kjo është situata. Ndonjëherë na vjen për të qeshur me reagimet, por reagimet të tilla duhet në të njëjtën kohë të na bëjnë të gjithëve edhe të
reflektojmë. Do të mbetem tek fjala e fundit e kësaj zonje nga Korça, e cila dhe 6 muaj dhe dilte në pension si infermiere, dhe lutet që kamera të largohet nga ajo sepse mund ta heqë nga puna. Pra dhe për 6 muaj infermierët vendosin të mos i thonë gjërat hapur, siç ke vendosur ti Mimoza tek e fundit apo kolegët e tu nëpërmjet lidhjeve telefonike në këtë emision, të cilët unë i ftoj sërish nëse kanë dëshirë të prononcojnë gjatë këtij emisioni të drejt për drejt për problematikat e tyre, mos nguroni na kontaktoni. Numri do të jetë i vendosur pikërisht në titrat që kalojnë poshtë ekranit dhe ndihuni të lirë për të komunikuar hapur shqetësimet e personelit mjekësor, pra në këtë rast të infermierëve. Zgjedhjet u bën. U kry. Të premten për Tiranën, të mërkurën për të gjithë Shqipërinë. Çfarë ndodhi, Alma? Edhe ti ishe njëra nga kandidatet, të paktën për gjithë Shqipërinë, në rang republike, për të qenë presidentja e re e urdhit të infermierëve të Shqipërisë. Por nuk u zgjodhe ti. Po, ashtu siç juve e dini tashmë, Zoti Sabri Skënderi u zgjodh presidenti i urdhrit të infermierëve. Unë isha kandidatja e vetme që e konkuroja Sabriun. Në rast se do t'i referohesha nga këndvështrimi im personal, do thoja që mënyra se si organizuan zgjedhjet nuk ishte as pak e qartë, nuk ishte fleksibël dhe kishte shumë hapësira për abuzime dhe për mos marrëveshje të ndryshme. Fakti që unë aplikova për presidentet të urdhrit infermierës, ishte e vetmi arsye ishte që unë dëshiroja që të bëja diçka më shumë për profesionin tim dhe mendova që unë kam njohurit, kam eksperiencën e duhur për t'i ndihmuar më shumë infermierët shqiptare, për të mbledhur rreth urdhit të infermierit, sepse unë urdhin e infermierit e shikoj si shtëpinë e infermierëve. Në datën 18, Zoti Sabri ose grupi i punës, nga urdhri u mora një email ku më lajmëruan që kandidatura ime ishte pranuar dhe në datën 22 më thanë që zgjedhjet janë në datë 24. Po ashtu më bën një lajmërim nga Facebooku që zgjedhjet janë me datë 24. Do me thënë hapësira që unë kisha që nga momenti që unë aplikova ose më saktë që u pranova zyrtarisht si kandidate, deri në zgjedhje ishte komplet e pamjaftueshme për mua. Në 18 u pranova dhe vetëm 2 ditë përpara unë u lajmërova që zgjedhjet zhvillohen me datë 24. Prill. Po. Por në fakt ishin planifikuar për majin apo jo? Me aq sa unë kisha informacion, ishin planifikuar për në maj, për ditën ndërkombëtare të infermierëve. Në datë ditë ne do të festonim arritjet tona dhe po ashtu do të bënim edhe rizgjedhjen e ri e kandidatit ose të presidentit të ri. Pra Zoti Sabri i përshpejtoi zgjedhjet dhe jo pak, po me një muaj. Nuk më la mua mundësi të paktën që unë të arija, kupton, të flisja me infermiere, të bëja atë fushatën time, po, që është normale, si antare e re, ose si kandidate e re, patjetër unë duhet që të shfletoja ose që t'i tregoja infermierëve çfarë unë mendoja që mund bëhesh më shumë për infermierin, që ti në mënyrë, domethënë që të kisha më shumë mundësi, pra që ata të më njihnin mua dhe të vendosin se kush kandidat do ishte më i miri për ta. Jam kurioze të di, Alma, do t'i ndihmoj infermierët të kuptonin që me ato shapkat që hynë në sallën në pavionit të ndryshme nuk duhet dalin edhe në ambientet e jashtme? Kjo do ishte një nga objektivat e mia që unë i kam përshkruar edhe në planin tim të punës, që ne duhet punojmë për ngritjen profesionale të infermierëve, për të rritur kompetencat e tyre, për të rritur standardet e punës, pra për të plotësuar dhe për të ndihmuar në edukimin e tyre bashkëkohor. Por cilat janë këto standarde? Se ne jemi mësuar me këto kushte që shohim. Po ndërkohë janë këto standardet që ne shohim apo ka të tjera të cilat nuk i dim dhe drejt të cilave duhet të synojmë dhe duhet të shkojmë? Po, kjo është edhe një nga pikat e tjera të objektivave të mia, se pavarësisht se ne zakonisht flasim gjithmonë për arritjet e infermierisë etj, por në rast se ne do t'i krahasonim këto me arritjet që ka bota ose me arritjet që kanë vendet perëndimore, do ta shikoni se sa pastër është infermieria shqiptare.
Dhe kjo do të bëhet vetëm me një punë të përbashkët të infermierëve, gjithmonë me në krye urdhrin e infermierit, me strukturat e nevojshme të organizuara mirë për të ndihmuar infermierët për të kuptuar që kjo nuk është mënyra që punohet, që kjo nuk është mënyra që dilet jashtë në përobore, që infermierët duhet zbatojnë etikën profesionale dhe që paraqitja e parë është një tregues i etikës dhe i profesionalitetit të infermierëve. E kuptoj. Në fakt, nëse do ta kisha zotin Sabri Skënderi sot në studio, me që të mërkurën ai është shprehur se përgjatë një viti ka ndëshkuar 76 infermier, 4 prej të cilëve u është hequr licenca, pra për shkak të problematikave që ata kanë shfaqur gjatë punës së tyre në infermieri, pra në spitale. Do ta kisha pyetur skeptri i Zoti Skënderi, është vetëm dënimi i infermierëve apo bashk organizimi? Dhe me që nuk kam mundësi t'ja drejtoj këtë pyetje, po t'a drejtoj ty, Alma, si kandidate, si ish kandidate përballë Zotit Skënderi. Faleminderit. Cili do të ishte skeptri juaj? Edhe unë kur dëgjova këtë prononcim të Sabriut, u shqetësova jashtëmase, duke llogaritur vetëm faktin që urdhri i infermierit, e thash dhe po e ripërsëris, është shtëpia e infermierëve dhe është detyra e urdhrit të infermierit që të ndihmojë infermierët që të rriten profesionalisht, të ndihmojë infermierët që të përmirësojnë cilësinë e shërbimit, të marrin pjesë në zhvillimin dhe të zhvillojnë politikat e ndryshme infermierore. Dhe këto unë nuk e shikoj as pak si prioritet të urdhrit. Urdhri mban qëndrim gjithmonë nga shi thyerjeve të kodit etik të infermierës dhe të ligjit. Por këtë gjë dhe unë prandaj të doja shumë që ta kisha zotin Sabri përballë, sepse unë nuk arrita ta kuptoj pozicionin e zotit Sabri në lidhje me ligjin, edhe ku është urdhri, ku është ligji. Ku është ligji që zbaton Sabriu, ose Sabriu, nëse Sabriu i bën këto ligjet në lidhje me dënimin e infermierëve. Duke pasur parasysh që vërtet ai mund të mbajë qëndrim ndaj sjelljeve të infermierëve, po mos harrojmë që dhe ato kanë të drejtë të prononcohen. Në këto raste, kanë të drejtë të mbrohen me ligj, po ashtu ekziston një sindikat profesionale që duhet t'i mbrojë dhe duhet t'i analizojë problemet. Këndvështrimi im në lidhje me urdhrin do ishte që unë nuk merrem me personin, unë do merresha me problemin si fenomen. Po, se në rast se unë do merrem një person atje, unë nuk do ta zgjidh problemin. Në rast se unë do ta diskutoj si fenomen dhe do mbledh gjithë infermierët, do organizoj konferenca, seminare të ndryshme, atëherë do gjithsesi dënimi nuk do ishte i nevojshëm, dënimi duhet minimizohet patjetër, sepse qëllimi është që ne thrisim cilësinë e shërbimit ndaj klientit, nuk është qëllimi i shoqatës që të dënojë infermierët. Duhet që t'i ndihmojë, apo t'i heqë më keq akoma, por duhet që t'i ndihmojë infermierës në mënyrë që ato të sigurojnë ose t'japin një shërbim cilësor, një kujdes sa më profesional ndaj pacientëve tanë. Se në fundit pacienti është qendra. Aty reflektohet puna jonë dhe rezultatet e punës tonë. Këto ishin. Dhe unë plotësisht jam, do me thënë, kundër. Por, në të vërtet, sot në, jo vetëm në QSOT, por dhe në spitalet në rrethe, duke u nisur nga fjalia juaj e fundit, zonja Alma, mua, si gazetare, nuk më korespondon që pacienti të jetë qendra e shërbimit shëndetësor. Kjo është shumë për të ardhur keq, dhe ne po shohim dita ditës rastet të cilat denoncohen nga vetë pacientët, madje më i fundit do t'ua kujtoj gjatë ditës së sotme nëse regjia më ndihmon, është një status që më ka rënqethur në Facebook, i cili është tashmë duke u ndarë dhe duke u shkëmbyer me shumë persona njëkohësisht, është pikërisht ky stop ignorancës quhet, në fakt ka vendosur që personi që ka vendosur këtë status, edhe pse ka histori reale, ka vendosur të jetë anonim, por na ka lejuar që ta vendosim sot në emisionin Urbanika. I kemi kërkuar leje dhe kështu që do ta bëjmë publik, sepse është një rast vërtet i paprecedent. Pra kanë patur foshnjën të sëmur, janë detyruar ta çojnë në urgjencën e pediatrisë, pasi e dim që dhe nga spitalet private, po këtu do të shkojmë, pra në urgjencat e QSOT-s. Fëmia ka patur diare të vjella, dehidratim për pothuajse 2 ditë, dhe megjithatë kanë qenë pa asnjë përgjigje çifti i ri në fjalë për të manipuluar mbi foshnjën e tyre. Edhe kur kanë mbritur doktoresha në urgjencën e pediatrisë, sjellja e saj është dukur jo korrekte. Çiftit në fjalë, prindërve në fjalë, dhe fjalia e saj normalisht i ka bërë të ndjen akoma dhe më keq, për një të vjellë fëmijë jeni mbledhur kaq shumë persona në këtë dhomë, ka qenë fjalia e doktoreshës në fjalë. Kush ka interes mund ta lexojë në rrjetin social Facebook. Unë po e përmend thjesht si
një tjetër rast të paprecedent të shënuar në spitalet tona dhe edhe në serumin e përgatitur, mjekja nuk e ka këshilluar infermierin që të vendosë të paktën një vitamin C, në mënyrë që fëmia, duke qenë se ishte 2 ditë i pa ushqyer dhe normalisht me dehidratim total, të kishte mundësi të paktën të merrte disa suplemente ushqimore, siç janë vitaminat, në mënyrë që të mbante trupin. Pra, është rasti më i fundit që unë e kam parë sot në Facebook dhe shoh që shumë njerëz janë duke ndarë, duke shkëmbyer me njëri tjetrin, rastet që kalojnë më pas në komente janë pa fund, po t'i marrim një nga një nuk do të kemi kohë në këtë emision dhe do duket sikur unë po ua drejtoj juve, sikur jeni ju personat e vendosur në panelin e gjykatës, por në fakt thjesht dua të di mendimin tuaj. Përse ndodhin këto fenomene në shëndetësinë shqiptare? Ku çalon? Moza. Tani, unë nuk të doja të analizoja veprimet e mjekëve, do më pëlqente më shumë të analizoja veprimet e kolegëve të mia. Pa i ditur fare se si është problemi në këtë rast, mua më shqetëson fakti që... Më falë të ndërpres, çifti në fjalë ka shfaqur simpati për infermierët, madje ka quajtur të mira, sepse ka thënë janë ato që na e mbajtën edukatën dhe kulturën që e kemi marrë nëpërmjet arsimit për kaq vite që të mos i ktheheshin në mënyrën më negative të mundshme mjekës. Pra kanë qenë infermierët të cilat janë përpjekur ta qetësojnë çiftin në fjalë dhe fëmijën. Sigurisht duke i thënë, madje edhe me një formë bestytnie, që nëse ikën me sherr nga spitali do të kthehesh prap kanë gjetur një formë për ta qetësuar çiftin. Por që gjithsesi janë etiketuar me simpati nga ana e këtij çifti që ka hedhur këtë status në Facebook. Thash, ne vjemi shumë në vështirësi për të diskutuar këto probleme, sepse në qoftë se do shikoj aty, unë nuk shikoj as edhe një lloj komenti në lidhje me punën konkrete që kanë bërë infermierët aty. Sepse e tha dhe Alma shumë bukur që gjithmonë pacienti është në qendër të vëmendjes dhe ne të gjithë të tjerët jemi aktor. Dhe një nga aktorët janë dhe infermierët. Po ashtu janë dhe mjekët, aktorë të tjerë. Janë edhe psikologët, punonjësit social e tjerë, çfarë ndërhyn në këto kujdesje infermierore që ne japim. Por problemi është që gjithsekush ka detyrën e vet, ka përgjegjësitë e veta, ka dhe rolin e vet shumë të rëndësishëm në këto aksione përballë këtyre pacientëve, që në këtë rast është një fëmijë. Por që gjithsesi unë shikoj është shumë e vështirë të përgjigjem kësaj pyetje, sepse është tjetër koncept në botë, është tjetër koncept se si formulohet detyrat e infermieres në Shqipëri. Për shembull, në qoftë se unë do isha dhe do punoja në një spital privat apo në një spital në Europë, unë menjëherë do bëja rolin tim të pavarur. Do pozicionoja fëmin, do t'i merja ekzaminimet shpejt e shpejt për t'i kontrolluar elektrolitet, sepse bëhet fjalë për të vjella. Pa ardhur mjeku, do të bëja ndoshta edhe një perfuzion të thjesht fiziologjik, asnjëherë glukos pa marrë përgjigjen e analizave, sepse është një rast që ai ka humbur shumë elektrolite, me që sipas të dhënave nëna foli që kishte vjedhur disa herë në ditë apo jo. Dhe menjëherë vjen mjeku. Vjen mjeku, pastaj ai ka detyrën e vet për të përshkruar diagnozën, për të përshkruar në kartel mjekimin dhe janë infermierët ato që merren pastaj me problemet e tjera. Me të vjellat, me tualetin, me pastrimin, me perfuzionet, me mjekimet, me gjithçka që duhet i bëjnë. Por, e di çfarë më shqetëson mua më shumë? Më shqetëson që infermierët akoma nuk po arrin të kuptojnë rolin e tyre, sepse jo se s'duan ata ta kuptojnë, por infermierët duhet të dinë mirë se cilët janë detyrat e këtyre infermierëve. Unë kam dëgjuar shpesh nga infermierë të ndryshëm që ne nuk dim se cilët janë detyrat tona. Detyrat gjithmonë transformohen, herë hikin një pjesë, shtohen një palë të tjera, nuk respektohet ai libri themeltar që ne kemi thënë, që është përpiluar nga një grup ekspertesh infermierë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, ku ajo është tjetër, është për urdhrin e infermierit, ku është një libër shumë i madh, A4, dhe aty janë përpiluara detyrat për të gjitha kategoritë e personelit infermier. Edhe me ndihmës infermierët, dhe me infermierët anestezist, ndihmës anestezist, infermierët që punojnë në përsallat. Është përdorshëm në Shqipëri ky libër? Normalisht të gjithë kur infermierët janë të pajisur me këtë libër, të cilët manuali, dhe ky libër duhet të jetë në infermieri. Duhet jenë në infermieri ku i krye infermierët duhet punojnë me këto infermiere në mënyrë të veçantë ose në grup për t'i përcaktuar mirë detyrat e tyre. Përveç kësaj është edhe një kontratë pune ku infermierët kanë të përcaktuar detyrat e tyre, por këto janë shumë të përgjithshme, ndërsa aty janë më të detajuara. Dhe është punuar fort, është punuar për gjatë një viti dhe ka qenë një punë kolosale ku ne kemi bërë adaptimin e detyrave që morëm nga jashtë
nga Amerika, nga Franca, nga Turqia ne e kemi thënë dhe i kemi adaptuar për Shqipërinë duke ja lënë në dorë infermierëve dhe krye-infermierëve për t'i lexuar ato. Tjetër gjë çfarë më shqetëson mua, sinqerisht jam shumë e çuditur me indiferentizmin e tyre për t'u prononcuar. Për t'u prononcuar, do me thënë me diçka që ka të bëjë direkt me problemin infermier. Do me thënë, kur ata janë kaq indiferent në përzgjedhjet e prorëve të tyre në strukturat infermierore, mua më vjen keq sepse duhet të jenë ose kanë mungesë informacioni, mund të them më shumë. Në qoftë se unë do t'i kthehem edhe një herë procedurave të zgjedhjes, unë do ta filloj përpara se të kaloj në ato faza. Më lejo të pyes, çfarë është kjo? Është një le të themi një lloj vetë skllavërimi i infermierëve në këtë formë? Jemi sërish në studion e emisionit Urbanika për të folur për sistemi shëndetësor shqiptar dhe kemi pak javë që jemi fokusuar tek gjendja e personelit të mesëm, siç njihen ndryshe infermierët, sepse janë njerëzit të cilët janë ata që marrin diagnozën nga mjekët dhe më pas manipulojnë çdo ditë në spitalet tona me trupat e qytetarëve tanë. Pra janë një pjesë, një hallkë shumë e rëndësishme e mënyrës se si funksionon i gjithë sistemi shëndetësor. Dhe për të pyetur gjithmonë se përse ka kaq shumë probleme në sistemi shëndetësor shqiptar, dalim edhe në problematika të veçanta që kanë infermierët e Shqipërisë. Na është bashkuar në studio, risi kjo duhet thënë, edhe zoti Sabri Skënderi, presidenti i ri i urdhrit të infermierëve të Shqipërisë, ose më saktë presidenti i ri zgjedhur. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Skënderi. Në fakt, pak orë më parë nuk na e konfirmuat ardhen dhe ne menduam të bërë këtë punë që ti nuk do t'ishe sot në këtë studio. Megjithatë jakuja. Faleminderit një herë për ftesën. Unë ju përshëndes si televizion që kemi marrë përsipër që krahas problematikave të tjera që shqetësojnë shoqërinë shqiptare, janë dhe problemi i kujdesit shëndetësor, që besoj do të ishte në krye të gjithë problematikave të tjera. Sepse pa shëndet, thot populli nuk ka asgjë. Dhe një pjesë të rëndësishme të këtij kujdesi shëndetësor e luajnë kujdeset infermierore. Mund të themi 70%, kur flasim për kujdes shëndetësor, duhet të kuptojmë 70% kujdes infermieror ose do të shkojmë punë kujdesi, si mund të themi. Okej, zoti Skënderi, ne pak më parë, se ju nuk ishit i pranishëm pak më parë, e lam bisedën në një pikpyetje që unë ja bëra Mozës, por rrjedhimisht mund të përgjigjen të tre. A janë sot infermierët shqiptar sklevrit modern të sistemit shëndetësor? Ose të vetë skllavëruarit modern. Po, Mimoza, me që çfarë prisja që të më përgjigjesh. Moza mos ka fol, duhet të fesona. Jo, nuk e dua. Të sqaroj vetëm atë momentin që s'kisha konfirmuar. Unë kam bërë konfirmimin në televizion që deri në orën 3 jam në një konferencë dhe ja kam shpjeguar se ku isha. Thash isha në konferencën e kursim kreditit. Dhe i kam thënë mbas orës 3 nuk do haj drek, i kam thënë, po do vi direkt ke ju. Dhe 3:10 e kam marrë në telefon Anjeshin dhe i kam thënë që unë po vi. Bile dolim priti zënjusha aty dhe unë jam këtu. Okej. Mimoza? Atëherë, në qoftë se do t'i përgjigjesha pyetjes a jemi ne të skllavëruar, nuk do më pëlqente ta pranoja këtë, por disi të papërfaqësuar jemi, ose më tepër do t'i quaja të friksuar sepse vazhdimisht ata ndodhen përballë fjalës ja ku jemi, në radh ka shumë mund të rini, ose mund të ikni ka infermier sa të duar që presin, janë, kur themi janë të papërfaqësuar për vetë faktin kur ata nuk din dhe nuk din të shprehen se kush janë, kur kanë qenë garat për presidentin e urdhrit infermierit, se kush i kandidon këto infermierë dhe po i referohemi që sotosme që jemi në atë pjesë aty. Thash edhe radhës tjetër unë e kam prekur vetë në shërbime ku ata nuk dinin se cilët ishin kandidatët përballë njëri tjetrit për Tiranën. Gjithashtu do të thoja që janë të friksuar, po pse të mos jenë të friksuar kur infermierët do me thënë nuk po marrin më pjesë në vendimarrje shumë të rëndësishme që duhet jenë për të ardhmen e tyre. Dhe përderisa këtu i mohohet që në momentin për të marrë pjesë në këto votime të urdhrit infermierit, atëherë ato ndjehen të fyer, ndjehen të papërfaqësuar, ndjehen të zhgënjyer dhe me të drejtë i them që edhe mund të reagojnë ashtu. Sepse unë kam një nga pikat e mia më të rëndësishme përse nuk është bërë informimi i infermierëve për garat e presidentit të urdhrit infermierit. Dhe këto e thon i sertje, e themin ne, e thot vetë fakti. Okej. Një pyetje të cilës do duhet t'japim përgjigje në këtë panel. Alma, ju si mendoni, janë apo jo të vetë skllavëruar infermierët shqiptar sot? Dhe unë atë do thoya që ato më shumë janë të friksuar, janë të trëmbur, shpeshherë dëgjojnë të fjalë të tilla si do pushohesh nga puna, do bëhen shkurtime etj. Kështu që do ishte normale
që për truajtur Nisur pozicionin e nga ky punës, fakt, janë nga ndonjëherë të faktet- detyruar infermierët shqiptar të pranojnë të jenë edhe sekser të mjekëve? Unë nuk kam informacion dhe nuk do të pëlqeja në asnjë mënyrë, do me thënë që të thoja që infermierët mund ta marrin këtë pozicion. Por, gjithashtu me sa kemi dëgjuar edhe ndodhin raste të tilla, të cilat janë plotësisht të dënueshme dhe një rol në këtë rast i bie edhe shoqatës ose urdhit të infermierit për të diskutuar dhe për të marrë. Në rast se do të referoheshim në fakt korrupsionit, më shumë i përket sistemit se sa do ishte profesional vetëm për infermierët. Kështu që këto gjëra që lidhe me sistemin, kur rregullohet i gjithë sistemi, rregullohet korrupsioni edhe në bazë. Po janë jo pak, janë 16.000 infermierë në gjithë Shqipërinë, apo jo, zoti Skënderi? Edhe në rrethe. Pyetja ime do ngelet vetëm thjesht sa mi janë, apo do të vazhdoj dhe unë përgjigjen e pyetjes Jo, si përbashkët? Është një pyetje e përbashkët. 16.000 infermierët shqiptarë sot janë apo jo të veçlllavëruarit e sistemit shëndetësor? Në regjistrin e urdhit të infermierit janë të regjistruar 16.000 profesionistë. Dhe kur flasim infermierët, duhet kemi parasysh që ke urdhi i infermierit futen 6 profesione. Futet profesioni i infermierit, profesioni i mamis, profesioni i fizioterapistit, i teknikut laboratorit, teknikut i imazherisë dhe logopedistit. Dhe kjo është e përcaktuar me ligjin e Parlamentit Shqiptar për urdhrin e infermierit. Kur ne themi 16.000 anëtar, duhet të jetë i qartë dhe publiku dhe ata që na dëgjojnë që këta nuk janë infermierë, janë të gjitha këto profesione. Dhe unë e kam theksuar edhe dje në konferencë kur thash kemi 16.000 dhe thash pastaj që 14.700 figurojnë në gjithë ky grupim profesional, figurojnë të punësuar në institucionet publike dhe private. Dhe ka një grupim pjesa tjetër që ngelen, që mos merremi shumë me shifra, janë ata që mbarojnë një provim shteti në bazë të ligjit që ekziston sot, regjistrohen ke urdhri i infermierit, marrin lejen e ushtimit profesionit dhe janë në pritje të një Janë apo jo të skllavëruar, zoti Skënderi? Tashti, përsa i përket shprehjes, a janë të skllavëruar infermierët në Shqipëri? Mua më duket një shprehje e pakuptimt dhe asnjë çik me vend. A përdoren ata si sekser? Ne e kemi ngritur edhe më përpara problemin e mentalitetit dhe vlerësimit të infermierëve që shpesh edhe nga media, edhe ashtu që shprehet që qushin dikur personeli mesëm, tashti nuk mund të quhen më personeli mesëm sepse janë hapur fakultete infermierie publike dhe private me shumicë, bile më tepër se sa duhet, bile arrim edhe kur pyesim që pse kaq shumë dhe pse përgatiten kaq shumë infermierë, na thonë që ne i përgatisim për Italinë, i përgatisim për Anglinë, për Gjermaninë, sa një kolegja jonë nga Anglia në një takim me ne tha, unë tashti mësova, tha që Shqipëria që nga kaq e pasur, tha që harxhon para tha për të nxjerrë infermierë për Italinë apo për Anglinë. Ka dhe gabime të tilla. Por të skllavëruar nuk do të quajmë se kemi infermieria është një profesion autonom. Janë bosa atëherë? Bosa nuk janë. Janë bosat e sistemit të shëndetësisë. Edhe një herë. Po në njërin krah të medaljes do të jetë patjetër. Bosa në shëndetësi është e vështirë të ketë. Jo nga ne, por jo edhe nga ata që siç tha dje ai, sepse neve në midis nesh kemi gjithmonë dhe prezencën e drejtuesve të shoqatave të pacientëve. Dhe një kryetari një shoqate të pacientëve bëri një krahasim dje, po do të krahasosh bosa. Bosa nuk janë as ata që han mollën, sepse ai bëri krahasimin e një ushtrie dhe tha, komandanti e kputi një mollë, tha. Edhe ai oficeri tjetër kputi një, tha, kur ushtari i fundit tha mua s'më shohin, tha, edhe futi dorën mos gjente, zgjeti mollë kputi një gjethe, tha. Edhe e mori atë gjethen e përtypte, tha, në gojë. Edhe me këtë tha u lash morali, kush ishte, tha. Morali i juaj, tha, është që infermierët në përgjithësi janë shumë të mirë, tha, janë shumë të dashur, janë shumë humanitar. Por mbeten vetëm gjethet. Bëjnë një heroizëm. Mos të kalojmë fabula të tilla. Ju lutem. Kur flasim për bosa, do të kemi parasysh që bosa nuk janë dhe ata që han mollën, ëh. Si u bën teknikat e përzgjedhjes për infermierët? Nëse do të marrim gazetarja pyet ti këtu në lej. Jo, dua replik me këtë që thuan nuk kemi skllavëruar. Të mbaroj. Zgjedhjet e urdhit të infermierit bëhen në bazë të një ligji që ka miratuar Parlamenti Shqiptar. Që është? Dhe që thotë që është këtu ligji, po deshe me numër me kështu e ke para aty, tani ta themu 98-17, data 19/4/2007, që ka dalë si ligj. Dhe zgjedhjet e para, ligji ngarkonte me detyrë Ministrinë e Shëndetësisë caktonte një komision të përkohshëm. E sa ta herë është kjo që zgjidheni ju, president, zoti Skënderi? Kjo është herë e parë që ne vetë zgjidhemi si infermierë, na zgjidhin vetë infermierët për drejtuar. Se hera e parë nuk u bë kështu zgjedhja.
Hera e parë u bë, caktuan drejtorët e drejtorive të atyre, ata kryefermierët e ata atyre dhe ata herët votuan për një person aty, ata e drejtoi dhe udhëhoqi Ministria e Shëndetësisë. Kurse këtë radhë, organizimi i zgjedhjeve është bërë në përputhje me nenin për zgjedhjen që ka ligji, që thot Këshilli Kombëtar harton një rregullore mbi organizimin e zgjedhjeve. Dhe kjo rregullore është hartuar me kohë dhe është shpallur fushatës zgjedhore. Përcaktohet që ka një fushat që janë 3 faza që duhet të përmbyshen. 3 faza të fushatës, është informimi dhe duhet të dimë që vetë ligji e përcakton që delegat, i quajmë ne delegat me atë fjalën e vjetër se ai thotë përfaqësuesit e infermierëve, të zgjedhur në bazë të një koeficienti që përcaktohet domethënë me një mesatare 1,30 ose 35. Marrin pjesë në zgjedhjen e asambleve rajonale dhe në zgjedhjen e Këshillit Rajonal dhe të presidentit rajonal. Këta janë delegatë të infermierëve. Asambleja kombëtare, thot me ligj, përbëhet nga tërësia e këtyre këshillave rajonale. Asambleja rajonale zgjedh, thot ajo, në ligj këshillin dhe presidentin. Pati transparent, zotë Skënderi? Aktualisht, me ligjin, asambleja i humbet ky funksioni i zgjedhjes së këshillit, sepse këshilli thot është i përcaktuar me ligj dhe thot, antarët të këshillit janë 12 president rajonal dhe janë 7 përfaqësues të institucioneve që i ka parashikuar ligji, që është një përfaqësues i Ministrisë së Shëndetësisë, një përfaqësues i Ministrisë së Punës, një i Fakultetit të Infermierisë, një i Institutit të Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor, janë 2 shoqatave më të mëdha të pacientëve dhe një i Sindikatës së Infermierëve. Pra, këta është përbërja e këshillit. Detyrimisht, si funksion zgjedhor i asamblesë ngelet që të zgjidhte presidenti. Tashti, si strukturë dhe si shpallje është theksuar që në fillim që kushdo antar, theksohet dhe një antar i urdhrit të infermierit, ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet, jo të tjerë. Tani, që kuptojmë me këtë, jo të tjerë, sepse ka pasi problematik dhe një debat midis kësaj. Ne kemi sot të regjistruar ke urdhri i infermierit, në zbatim të ligjit, i cili thotë, është detyrim ligjor, pa që në antar i urdhrit të infermierit nuk mund të ushtrosh profesionin, as në institucione publike, as private. Por ne kemi 3% të infermierëve të paregjistruar, ose të marrë në punë në kundërshtim me këtë ligj, pa dhënë provimin e shtetit, ose pa që në antar të urdhrit të infermierit. Dhe tashti, në njëri prej tyre, kur shifte që bëshin zgjedhjet, edhe tha, u hap thesi, tha vetë edhe unë, pse mos dalë në krye, tha, pa u bërë antar. Pra, ki ka përcaktuar në statut dhe në këtë, disa kritere që vinë për të votuar dhe kandidojnë për të zgjedhur vetëm antarë të urdhrit të infermierit. Se shka që ky pozicion, zoti Skënderi? Qësisht, problemi qëndron këtu. Ju thoni që menduan të të tjerë që mund të zgjidheshin? Si ish president dhe si president i zgjedhur, ndjehem shumë i kënaqur. Po domosdo. Që, jo se u zgjova, por që bëra një fushat demokratike, shumë të hapur, dhe këtë e tregojnë gjithë publiku, sepse urdhri i mjekut ka 20 vjetë që shkriuar. Më thoni ju si gazetare, se dhe ju një gazetare vjetër, kini marrë vesh në njëherë që bëshin zgjedhjet e urdhrit të mjekut? Ke marrë vesh në njëherë që bëhen zgjedhjet e urdhrit farmacistit? Dhe për herë të parë bëhen zgjedhjet e urdhrit të infermierit dhe e ka marrë vesh gjithë Republika. Edhe publiku e ka marrë vesh, jo infermierët. Se e bëm ne publike në këtë studio, prandaj. Unë falenderova dhe pra të që bëtë, po pse dhe në të tjera. Po unë në fillim të muajit shkurt kam organizuar konferencë shtypi. Dhe unë kam 7 gazeta që kanë botuar që filloj fushata. Shiko, jo, e kanë pas në faqen 11, 16, sepse shtypi jonë dhe media jonë, sot për sot është e politizuar në kuptimin që merret më shumë me ç'bëri filan politikan, apo ç'bëri filan politikan, se sa të merret me problematikat, ose me interesimin e 16.000 vetave që ti. Por në faqen 11 dhe 16 i ketë botuara dhe i kam gazetat. Po edhe në disa televizione, i përmendë televizionet që më kanë nxjerrë me emër në konferencë shtypi duke folur, filloi fushata për zgjedhjet e organeve të urdhrit të infermierit. Që kam fol, unë në konferencë shtypi. Përveç kësaj, atëherë është drejtë faim, okay. Kush i shef, kush i shef. Unë që kam qenë interesuar i kam parë. Të flasim pak për fazën e parë të këtyre zgjedhjeve, që është informimi. Ne e shohim që këto zonja nuk janë të informuara, sepse kemi tentuar t'i pyesim 2 herë, të martën e kaluar edhe sot. Dhe jemi transparent edhe me datat që kemi vendosur. Nuk kanë asnjë informacion. Nga ky insert, na 5 veta që pashun aty, vetëm ajo me blu që kishte analizat në dorë ish infermiere. 3 të tjerat ishin sanitare dhe ishin doktoresha, se unë njoh. Tani jo çdo njeri që ka bluzën e bardhë, dhe e dyta, përgjegjësinë e informimit do ta marr shumë se unë kam shkuar aty në QSUT, ku po filmon ti, dhe kam mbledhur 82. Kam mbledhur dhe njëherë 82 krye infermierë.
e çdo shërbimi. Po? Dhe përveç atyre të shkruarave që thash, për këtë mund të arrëzojnë tonë nëse thonë, ose të pyesim dikë tjetër, kam mbledhur 82 kryefermierë dhe i kam thënë, siç keni parë dhe dëgjuar, ka filluar fushata për zgjedhjet e urdhrit i fermierit. Çdo antar i urdhrit i fermierit ka të drejtë të kandidojë në të gjitha nivelet, Për antar këshilli, për president rajonal, për antar këshilli kombëtar, për president kombëtar. U kam thënë që sipas parimit që është bërë në të gjithë vendin, një në 30-35 veta do të jetë përfaqësuesi këtyre juaj për të marrë pjesë në asamblenë rajonale të Tiranës. Okej, dhe vetë ato i keni ndalën një problem ju me telefonin zoti Skënderi, sa të keni mundësi ta rregulloni, meqense interferon në transmetim, do pyes zonjën Alma, e cila ka qenë përballë jush në këtë zgjedhje. Jeni dakord, zonja Pula, është bërë kjo transparencë, janë informuar infermierët që ka zgjedhje, kush janë kandidatët, backgroundi i tyre në sistemin shëndetësor dhe çfarë ofrojnë tek e fundi, sepse duhet të ofrosh një risi që ti jesh kandidatur apo jo. Po mendoj që kjo nuk është as pak e drejtë, nuk është bërë fare punë për të informuar infermierët në lidhje me zgjedhjet, në lidhje me antarët, qoftë edhe me zgjedhjet në përrethe, në mënyrë absolute asnjë informacion qoftë edhe në faqen e UISH-it me personat që u zgjodhen. Pra faqja e UISH-it është një faqe pa jetë, që jepen disa informacione tmerrsisht të shkurtra dhe kandidatura ime atje u shfaq ose u postua me datë 22 prill në darkë. Pasi unë pata një postim në faqen time të Facebookut, atëherë me një reagimi UISH-it, ishte dhe vendosi emrin tim edhe po ashtu edhe CV në faqen e UISH-it. Do me thënë, 2 ditë përpara zgjedhjeve, antarët dhe delegatët që do të votonin në morën vesh se kush ishte kandidatja. Megjithëse ata ishin interesuar gjatë zgjedhjeve të Tiranës, unë kam një jetë të tërë që punojnë në mjekësi. Sabriu e di se në hapat e parë unë kam qenë një nga mbështetësit e Sabriut, që i kam dhënë goxha dorë që Sabriu të arrijë këtu ku është tani. Kjo patjetër më vendos në atë pozicion që unë jam shumë i njohur në përrethet shëndetësore dhe të gjitha shoqet që pyeta në lidhje me kandidaturën time asnjë nuk e kishte idenë dhe më thanë që ne kemi pyetur Sabriun vazhdimisht, more po kush do jetë kundër teje për president dhe Sabriu asnjëherë nuk ka dhënë përgjigje. Mua më duket që edhe Juve ja bët këtë pyetje në televizion dhe ai përsëri nuk u prononcua. Po tha disa emra por pa emra. Reagimi im do ishte që nuk ka pse të ketë frikë Sabriu nga konkurenca e ndeshme, kur Sabriu është kaq i sigurt për punën që bën etj, nuk ka pse, domethënë përdori këto forma që të mos nxjerrë emrin etj, të më ndaloj mua që të bëj një fushatë të ndeshme. Je këtu zonja Pula në këtë faqe që nga data 22 në darkë them që duhet të jenë tani në rast se apo jo. Është faqja kryesore, unë diku poshtë të jenë aty shpallën data dhe aty thot. Këtu tek informacion, po. Ja, ku janë ato. Kërkoj, po deshe dhe po i duhet. Po, mund të klikojmë tek Sabriu ose ke Alma, ku keni më qef Alma. Klikojmë mirë tek Alma. Jo, nuk është çështje preferencash, por problemi qëndron këtu tash. Po zgjedhin për shkak të unë dhe Alma. Jo, një sekondë se akoma nuk e kam marrë përgjigje nga zonja Sabri tani. Po, derisa të na u lodohet faqja, regjia kemi reklama apo jo? Më njoftoni? Jo, më ja doli Alma dhe për reklam, s'ka nevojë për tjetër tash. Po. Kjo është CV-ja e zonjës Alma Pula si kandidate përballë zotit Sabri Skënderi për të qenë presidente e urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Në fotografi dalim më të bukur neve siç jemi, edhe unë do të dal më i bukur tash, po më nxorë më brapa. Okej, kjo është pak a shumë CV-ja që është vendosur në datën 24 the zonja Alma? Po, është nxjerr nga ndërkohë zgjedhjet u bën në datën 22. 24 ishin zgjedhjet, në 22 ndarkë është postuar emri im edhe CV-ja. Në datën 22 u vendos kjo foto me CV-n dhe 24 u bën zgjedhjet. Vetëm 2 ditë kohë kishin infermierët të njëjtin. As 2 ditë. Reklama. Është ndezur ndërkohë debati në studio, do doja që të kishit mundësi me argumenta të komunikonim. Atëherë, argumentimi im është ky. Për infermierët. Për cilën nga pikat? Vetëm sklever nuk do t'i quajmë kurrë. Sklever në Shqipëri nuk ka sot, nuk ka pasur as dje për mua. Sklavëri moderne po e diskutoni gjithë bota, nuk ka sklavëri moderne. Sklavëri moderne sot nuk quhen as ata punëtorë të institucione private që i punojnë 6 metore, paguajnë 8 orë. Mos më dil nga tema të lutem. Infermierët janë të lirë, janë të organizuar, janë të formuar, janë të kulturuar dhe sot nuk mund ta pranojnë edhe të dojnë në një nga ne ose ndokush t'i quajë sklever, kjo është ofensa më e madhe që bëhet. Dhe unë për këtë protestoj.
për këtë emër. Okej, Moza? Fjalën sklav nuk do ta quaj edhe unë tamam, por, një minutë, por në qoftë se ne nuk marrim pjesë në vlerësimin e infermierëve, nuk kemi të drejtë. Në qoftë se në komisionet e vlerësimit, në qoftë se ne si infermier nuk marrim pjesë në komisionet e rekrutimit të infermierëve, në qoftë se ne si infermier nuk marrim pjesë në komisionet e informimit të infermierëve, në qoftë se ne si infermier nuk marrim pjesë në komisionet e përzgjedhjes së këtyre infermierëve për kandidat, ku diun çfarë emri do t'i vëm, nuk po ja vëm sklav, po të palirë, pa drejt fjale, pa të drejt absolutisht asgjë. Çfarë mund t'i thuash ti kësaj kur ti nuk merr pjesë në këto komisione, kur e ke nga libri themeltar me ligj nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe për këto vitet e fundit kjo gjë nuk është bërë. Dhe për sa i përket frikës, sigurisht ato do kenë frikë sepse ato nuk janë të përfaqësuar kudo. Nuk janë të përfaqësuar kush do t'i mbrojë ato infermier. Në qoftë se ajo pushohet nga puna. Më fal, a u pushuan 300 infermier nga puna para në tetorin e kaluar? Çfarë bot si urdhër infermieri? Çfarë bot si shoqat? Çfarë bëre si sindikat? Kush e ngriti zërin për këto 300 infermier që ikën nga puna dhe sot janë rrugëve dhe u zëvendësuan me të tjerë? Vetëm këto. Atëherë çfarë? Unë nuk di, vetëm zinxhirat na kanë ngelur për të na lidhur. Nuk do më pëlqente fjala sklav, por çfarë bot ju për këto 300 infermier që u hodhën në rrugë? Atëherë, si përgjigje sepse tani po ndajemi, ishim deri tani bashkë, ne po ndajemi në dy pozicione, dy mendime të kundra, se për ndar nuk ndajemi, ne jemi miq, jemi kolegë. Problemi qëndron këtu. Je përpara një fakti. Mozës për mua i mungon informimi i plot. Dhe me ligjin, dhe me mënyrën e zgjedhjes e mënyrën e organizimit. Çdo njeri kur vjen këtu, në qoftë se nuk përfaqëson një shumicë, nuk duhet të flasë në emër të atyre. Dhe nuk është kusht që në këto konferenca që u bërë në përreth, morën pjesë rreth 3.000 veta nga infermierët. Dhe nuk i që nga bërë ftesë Mozës, edhe tash se su bë Moza dhe Moza tani të përgjithsoj që su lejmua. Të lutem tani unë të lash, më lërë tash, ti ke 3 javë që po vazhdojnë këtu, më lërë të më gjodhe mua. Edhe njerë. Pra, në të gjithë rrethet është bërë kjo informim, ka pas një përzgjedhje, ka pas një pjesëmarrje dhe kjo ka vazhduar. Tash ti, çfarë ndodh? Këto probleme që Moza ngre, këto i kam ngritur dije unë në raport, edhe janë këtu dhe kjo raport të shkruara. Zgjedhjet Sabri? Dhe një, janë këtu të shkruara. Të lutem pushot është ti të mbaroj. Nëse ke nxirri këtu edhe unë e mbyll gojën. Nxirr proces verbale të infermierëve dhe kaq. Dhe një herë, duhet të dim që ai që e ka ngritur zërin deri më sot për të mbrojtur të drejtat e infermierëve, mund të bësh një testim në gjithë Republikën. Në qoftë se ka pasur një njeri dhe në qoftë se ka pasur shumë pak zë, ai kam qenë unë, jo se mbur veten. Në të gjitha pozicionet që mund të kem pasur. Zoti Skënderi, e dyta, lidhur me këto 300 veta që thot Moza s'ka informacion. Moza nuk ka informacion. Unë e kam ngritur dije edhe në prezencë të përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe atyre dhe kam ngritur problemin. Abuzohet me të ardhurat dytësore. Të ardhurat dytësore janë një ardhur që lindin nga puna e infermierëve dhe mjekëve dhe kanë pasur destinacion që të përdorshin për mirëmbajtjen e aparaturave dhe të jepshin në formë shpërblimesh ose të pagës 13 për infermierët, për të nxitur punën e tyre. Për të infermierët ishin vetëdijshëm që u vinte një ardhur nga ato dhe të mos i fshinin ata pacientët në sistemin e anash, majtas e djathtas t'i futnin pa atë pagesën dytësore. E kam ngritur dhe kjo. Është ndryshuar dhe shumë drejtues institucionesh. I shfrytëzojnë të ardhurat dytësore për të marrë njerëz në punë dhe bëhet punësimi përkohshëm me kontrata 2, 1, 2 dhe 3 mujore. Dhe ndodh ajo që ndodhi dhe në QSUT, që Moza se ka informacionin dhe neve vajt me gjetën, që ishin marrë me kontratë provizore për 1, 2 dhe 3 muaj, dhe ku erdhi puna që nuk u sigurua fondi për të ardhurat dytësore, ata u larguan. Dhe u morën 300 të tjerë. Nuk janë marrë 300, mund të jenë marrë dhe 30 të tjerë që unë i di, po jo 300 si thot Moza, që janë marrë ditët e fundit dhe që unë prap ka letër me shkrim që jam drejtuar Ministrit të Shëndetësisë dhe i kam thënë. Nuk di çfarë epidemie ka, çfarë problematike ka në institucionet shëndetësore, në të gjitha, që sot bëhet një marrje e disa punonjësve, çfarë nevoje ka, kur ne nuk kemi të menaxhuar mirë ata infermierë që kemi për t'i shfrytëzuar për aq punë sa duhet të bëjë. Zgjedhjet kur ishin parashikuar, zoti Skënderi, se ju na thatë në 20 maj, por ndërkohë i bët vetëm zgjedhjet e urdhrit të infermierëve janë parashikuar në një kalendar që është hartuar dhe miratuar në Këshillin Kombëtar, në mbledhjen e Këshillit Kombëtar në muajin janar. Fushata do fillon dhe kur, çfarë data do bëheshin? Zgjedhjet do të mbaronin deri në fund prillit. Ishin parashikuar datat e asambleve zgjedhore dhe ishte shkruar që asambleja kombëtare do të bëhet me mbarimin e asambleve rajonale.
problemi ishte që data e asamblesë kombëtare mbeti evazive për të shpallur, na vetë këshilli, është bërë kolegjiale, jo nga unë, sepse kishte një problem për mua, sepse gjatë zhvillimit kalendarit mund të kishte probleme që një asamble të mos realizohesh, që në një asamble mund të rritnin probleme dhe mund të shtyhesh, Dhe detyrimisht, pa mbaruar asamblet rajonale nuk mund të bësh asambleja kombëtare. Dhe më vjen keq me të dy koleget e mia, sepse që të dyja, kjo kandidoi për Tiranën dhe para një muaji ka sjell kandidaturën. Jo, s'është e vërtet. Po s'është e vërtet. Edhe një. Ti mund thua që Alma e ka sjell kandidaturën Alma para një muaji se kjo një muaj e ca, tash një muaj gjysmë, ishte më përpara. Tash Alma kur ka sjell kandidaturën, s'është e vërtet. Është përshëndetur me mua dhe nuk ishte pjesa ime sepse unë ishe kandidat direkt që të merreshja as me Almën, as me prokatimin e saj të Almës. Kur e solli kandidaturën Alma? Po tash ishte them unë para datës 1 prill. Para se të mbylleshin zgjedhjet. Para 1 prillit, domethënë, sepse nga java e parë e prillit Alma ka ikur për 2 javë jashtë shtetit dhe ne e kërkonin me telefon Almën, ato të komisionit për t'i gjetur një fotografi, për të bërë Alma një pagesë, për të bërë diçka, për t'i dhënë përgjigjen Almës që Alma u pranua kandidatura jote nga Komisioni i Statutit dhe i Mandateve dhe nuk arrinin të takon. Alma është kthyer në Shqipëri me datën 21. E vërtetë është kjo, Alma? Po tash ti do s'do kjo. Problemi sa Sabriu argumenta Alma. Dhe unë kam marrë përgjigjen që Alma s'ka fotografi. Thash, bile dhe fotografinë e Almës, po ta dini, nga që s'ishte Alma, kam urdhëruar të dalin sot dhe t'i hiqet, është prishur ajo kartela e Almës, që është atje vendosur, dhe do gjendet një fotografi që çoj Alma tani ti vendoset në kartelën që ka atje tek regjistri. Vetëm për ta nxjerr aty Almën me fotografi, sepse Sabriu me fotografi Alma pa fotografi. Mua më duket jo normale që unë ndryshua fotografi, sepse se ka sjellë me fotografi. S'po na lini të themi as. S'po më leoni as mua t'ju bëj pyetje se koleget i shoh që janë strukur tashmë. Unë sot jam këtu, bëll gjithë bashllëkun. E doja se nuk po na lë radhë të flasim. Nuk jam dakord fare. Po ke fol dhe një orë para me jo Alma, të dëgjova unë tani më thanë për telefon apo flet Alma, po thotë kështu, po thotë ashtu. Nuk përfaqëson infermierët, i përfaqëson më shumë se infermierët. Po më mos ti balt mbi infermierët. Ne të respektojmë ty, po të respektojmë. Ti më respekto, po ti ke 20 vjet që si infermiere Alma. Dhe unë të tolerova sepse mund bësh dhe vendim, sepse ke një emërtesë pedagoge dhe nuk je infermiere. Dhe unë prapë nuk të kundërshtova. Dhe s'ka pse një pedagoge që përgatit, po je pedagoge, nuk ke interesat e infermierëve, kurse unë jam infermier, s'jam pedagog. Dhe ti nuk ishe fare drejt, por unë të tolerova. Dhe ta vura kandidaturën. Po kush je ti mo? Këshilli ka vendosur që të kandidojnë vetëm infermierë. Dhe të mos pranojnë infermierë nga administrata as nga pedagog. Po krijojmë kakofoni dhe nuk po kuptojnë dot asgjë. Ju lutem. Mund ta ulim tonin, mund të Jo, s'janë. Pse në këtë studio gjithmonë gjërat janë sqaruar. Jo, do të pëlqej toni ulët fillimisht dhe normalisht argumentat së dyti. 1 minutë. Po ke shkelur ligjin pra me argumenta, themi dhe ne ty. Mos 1 minutë mbaroj se ne dëgjuam të Shiko, ai që shkel ligjin e provoi dije shumica kur na votuan. Kur kandidova me Mozën, Moza mori 21 vota, unë mora 87. Dhe kur kandidova me ata, ajo mori 15 dhe unë mora 75. Gjërat shumë ndryshe. Tani vlerësimin për ne të tre e japin infermierët. Nuk mund ta jap pas gazetarja që mund ta kesh një kesh ose shoqe, as televizioni që mund të favorizojë ty dhe të bëj emisione që vetëm për të nxjerrë në pa kush je ti, sepse emisionet janë të rëndësishme kur i vlen publikut. Dua të ndjekim një insert i cili na njeh me fazat e zgjedhjes kandidatëve pikërisht për urdhrin e infermierëve të Shqipërisë. E ndjekim insertin ndërkohë që paneli mund të qetësohet. Zgjedhjet në organet e urdhrit të infermierëve të Shqipërisë organizohen në zbatim të ligjit 9718 datë 19/4/2007 për urdhrin e infermierit në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar me ligjin 10462 datë 13/9/2011 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin e mëparshëm, si dhe në zbatim të statusit të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Zgjedhjet organizohen një herë në 5 vjet dhe kalojnë në 3 faza.
Si fillim, në fazën e parë bëhet informimi dhe zgjidhen anëtarët e asamblesë rajonale në për institucione dhe distrikte sipas raportit 1/30 ose 1/35 anëtar të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Çdo përfaqësues i zgjedhur pasi verifikohet në Komisionin e Statutit, Mandatimit dhe Pranimit të kandidaturave, pajiset me mandatin përkatës. Me organizimin e zgjedhjeve të përfaqësuesve do të merren përfaqësuesit e institucioneve dhe distrikteve përkatëse, anëtar në Këshillin Rajonal. Kandidatët për president të bëjnë fushat, por nuk duhet të angazhohen në zgjedhjet e përfaqësuesve. Çdo anëtar i urdhrit të infermierit që do të kandidojë për Këshillin Rajonal ose për president, duhet të depozitojë kërkesën dhe CV-n pranë Këshillit Rajonal, Komisionit të Statusit, Mandateve dhe Pranimit të kandidaturave. Kandidimet e pranuara do të shpallen dhe do vendosen në fletën e votimit sipas mandateve të përcaktuara për çdo distrikt ose institucion shtetëror. Votimi do të bëhet në Asamblenë Rajonale. I nisur nga pozicioni i punës, si dhe nga mënyra e organizimit të Këshillit Rajonal, kandidatët për president rajonal duhet të jenë nga institucione shëndetësore të qytetit qendror, qarkut përkatës, pasi do të kryejë detyrën plus detyrës tjetër shtetërore. Krijon mundësinë e kontaktit më të mirë me anëtarësinë. Komisioni Rajonal i Statutit, Mandatimit dhe Pranimit të kandidaturave do të verifikojë edhe listat e përfaqësuesve për në Asamblenë Rajonale. Të gjitha kandidimet e pranuara dërgohen në Këshillin Kombëtar në Tiranë për përgatitjen e mandateve të përfaqësuesve, si dhe të fletëve të votimit për anëtar, këshilli apo president. Në fazën e dytë kemi zhvillimin e asambleve rajonale. Në fillim të asamblesë mbahet raporti i Komisionit të Mandateve, i cili ka verifikuar ato si dhe kandidaturat e pranuara. Në këtë fazë zgjidhen anëtarët dhe kryesitë e asambleve rajonale me anë të një komisioni votimi. Pas shpalljes së votuesve mbyllet asambleja rajonale për të hyrë më pas në fazën e tretë në Asamblenë Kombëtare të Urdhrit të Infermierëve të Shqipërisë. Në këtë fazë lexohet raporti i Komisionit të Mandateve, Statusit dhe Pranimit të kandidaturave për të gjithë këshilltarët rajonal, si dhe kandidatët për president. Kandidaturat për president duhet të jenë të depozituara 2 javë më parë, dorëzohet një CV dhe kërkesa pranë këtij komisioni. Pasi miratohen kandidaturat, ato shpallen para asamblesë dhe më pas kjo e fundit përgatit fletët e votimit, duke zbatuar me korrektësi kërkesat e ligjit dhe të statutit të urdhrit të infermierit. Gjithashtu në këtë fazë lexohet një raport në emër të Këshillit Kombëtar për presidentin e urdhrit të infermierit mbi veprimtarinë 5 vjeçare të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Pasi zgjidhet një komision votimi, zhvillohen votimet për president në urdhrin e infermierëve të Shqipërisë dhe shpallet fituesi. Kjo sjell edhe mbylljen e asamblesë. Këshilli Kombëtar në mbledhjen e parë emëron zëvendës presidentin dhe sekretarin e përgjithshme. Duhet thënë se këtë vit në vendin tonë po zhvillohen zgjedhjet në organet e urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Faza e parë, që ka të bëjë me informimin e të gjithë anëtarëve të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë, është zhvilluar në periudhën kohore nga data 1 deri në 20 shkurt. Ndërsa faza e dytë për organizimin e asambleve rajonale ka filluar në datën 20 shkurt dhe pritet të mbyllet në 30 prill. Faza e tretë përmbyllëse, që kurorëzohet me zgjedhjen e presidentit të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë, do të zhvillohet në periudhën kohore nga 30 prill deri në 20 maj. Do të përpiqem t'ju lexoj në këto momente një ankesë në lidhje me procesin zgjedhor për president të urdhrit të infermierit të qarkut Tiranë, e datës 22 prill 2013, drejtuar avokatit të popullit Igli Totozani, ministrit të shëndetësisë zotit Halim Kosova, presidentit të sindikatës së pavarur të shëndetësisë zotit Sabri Skënderi, kryetarit të shoqatës së infermierëve dhe mamive të Shqipërisë zotit Sabri Skënderi, presidentit të urdhrit të infermierit të Shqipërisë zotit Sabri Skënderi. Jeni ju apo jo? Qështë jo? Sot për të gjoj. E kanë silë televizionit këta dhe thoni edhe Krem Sabriut. Ka shkuar, vetëm këtë s'ka ardhur akoma. Do vi nesër. Okej, mungesë informacioni, mungesë transparencë për zgjedhjes së përfaqësuesve të asamblesë, emërim preferencial nga vetë presidenti zoti Skënderi për anëtarët e komisionit të ngarkuar dhe mungesë informimi e qëllimshme janë disa nga pikat e kësaj ankese që unë po lexoj dhe që është drejtuar tashmë avokatit të popullit Igli Totozani dhe ministrit të shëndetësisë zotit Halim Kosova. Ndërkohë zoti Skënderi, jeni apo jo edhe presidenti sindikatës, edhe kryetari shoqatës, edhe presidenti urdhrit të infermierëve të Shqipërisë? Po apo jo? Kam qenë jo, sot jo. Sot jam vetëm presidenti urdhrit të infermierit të Shqipërisë. Dhe mbaj pjesën e sindikatës, si që shpjegova në fillim, domethënë, që kanë dhënë dorëheqje para një konference, më kanë thënë që do qëndrosh si president, si në hije vetëm për të ndihmuar dy zvendësat e mi që në
kongresin tjetër, në konferencën tjetër, njëri nga këta ose dikush tjetër të marrë ndërkohë, unë kam një ndërhyrje nga një kurse infermiere. përse përket shoqatës, shoqata, regjia, kështu po më na thoni? shoqata kam dhënë dorëheqjen para se të zgjidhsh këtu. Po pse keni dhënë dorëheqje? Sepse mendova që do të ka një kryesi shoqata, kupton, kryesia e shoqatës se zgjidhte kryetarin e shoqatës. Nuk ishte moza pjesë e asaj kryesie. Dakor? Asa Alma nuk ka qenë kur u bë kjo dorëheqje sepse Alma iku në Amerikë. Ka thyrje ligjore që ti jesh titullar i tre institucione njëkohësisht apo pse? Dua ta kuptoj. Me ligj, posti presidentit të urdhit të infermierit nuk puqet me asnjë lloj detyre tjetër në postet shtetërore me pagesë. Por nuk përjashtohet nga pjesëmarrja e tij në organizata shoqërore. Po në bankën e infermierëve të Shqipërisë çfarë roli keni ju? Edhe një herë, s'ka bankë të infermierëve. Po e quaj unë ka bankë. një shoqat të kursim kreditit të infermierëve. Po një formul bankë është, po. Që dikur çfarë pozicioni keni aty? Kryetari i bordit të asaj shoqërie. Edhe asaj. Edhe asaj shoqërie, patjetër. Okej. Zonja Pula, përse nuk ishte edhe kandidatura të tjera? Pse ishit vetëm ju përballë zotit Skënderi në këtë? Kjo ishte një nga shtysat. Kur unë dëgjova që po bëheshin zgjedhjet dhe me njëherë interesimi im kush janë kandidaturat dhe më thanë është vetëm Sabriu dhe thanë përse? Pse është vetëm Sabriu? Është një armatë goxha e madhe, janë 13.000 infermierë dhe unë njoh ndërmjet tyre ka infermiere me potencial që sinqerisht mund bëjnë një punë dinjitoze për të zhvilluar dhe për të çuar profesionin infermier. Po, këtë bëra, po. Të ftonë të gjithë shokë të shoqet ti kandidon. Po më le të mbarojë njëri. Po se thot njoh edhe nuk i nxit ti vetë jo pas ke fshehur. Po ti nuk po më le që të mbaroj. Do na lësh tani. Po mos për ti të njëri pralla po fleti, ti vetëm pralla po thua deri tani. Vetëm pralla po thua një faktu. Fakti është që infermierët atje nuk e dinë që po bëhen zgjedhje. Fakti është që ato kanë frikë prej teje. Fakti është që ti shkon në pavione edhe vetëm donon infermierët edhe kjo ishte arsye ato kush është ky person që ka marrë ky është Zeusi në infermieri, ky është Zeusi. Nuk jam në komision e gjykimit. Unë thash kush është ligji? Kush është ma ligji? Titull zoti Skënderi? Të mos shihen pas gishtit, këto të thonë që kemi një muaj. Kjo ishte vetëm arsye që unë kandidova. Tash më vjen shumë keq ke një staf që e paguan më sabri, ke një staf që e paguan. Po jo me jo informimin e ke me ligj këtu. Stafi jo të bën informimin e infermierëve. Duat të dëgjojmë një infermiere në telefon. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju lutem ti shfrytëzojmë sa më mirë minutat që kemi në dispozicion. Po. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Faleminderit. Jam infermiere nga Vlora dhe mbështet totalisht ankesën që është bërë dhe nga infermierët e Tiranës. Po, zërin ju lutem regjia. Po, dhe është po i njëjtë ankesë dhe në Vlorë dhe gjithë rajonin e Vlorës. Nuk po e dëgjoj, ju lutem. Është urdhro? Po, nuk po e dëgjoj, regjia, ju lutem. Po, atëherë është i njëjtë ankesë dhe të njëjta shkëmbetje dhe në Vlorë për mënyrën e organizimit apo dhe të shpalljes të kandidaturave. Po? Dhe mos informimi për gjithë personelit. As nuk e kuptuam se kush ishte zoti Skënderi. Në bazë të informacioneve që kam dhe në shumë fshatra, po? Nuk e din akoma se kush është presidentja e urdhit të infermierit për Vlorën. Po flisni për qytetin e Vlorës. Kaq shumë janë njoftuar. Dhe votuesit dhe votuesit që kanë marrë pjesë kanë qenë të zgjedhur, të specifikuar nga vetë ata që kandidonin. Edhe unë doja të votoja dhe nuk mu lejua. Pra nuk votua? Dhe një pjesë e infermierëve që donin të merrnin pjesë, thjesht, jo, nuk votuan se s'kishin të drejtën, se ishin përzgjedhur nga vetë ata. Unë nuk dinim as kush kandidonte as. Do ndëshkohet zoti Skënderi? Do gjë është bërë në mënyrë të shtetë dhe pa dëshirën e shumë prej personelve të tjerë. Zonjë, në mëlion të pyes, kjo munges... Zotë Skënderi, po ta dëgjojmë, ne nuk po e kuptojmë kush është argumenti nuk është antare urdhrit dhe pretendonte të vinde votonte e njështë se që në për çfarë do ndëshkohet? Dhe njerë, do ndëshkohet sepse ne një pesi ligjit thot, nuk mund ta ushtrosh profesionin pa u antarësuar ke urdhri infermier. Po flet për profesionin. Për të gjitha këto Sabri nesër, Sabri do ndëshkohesh. Kjo është pedagoge e shoqe këtyre, po s'është antare urdhrit infermierit. Do ndëshkohesh ti Sabri për gjitha këto që ke bërë. Po të te urdhri infermierit dhe Sabri ka qenë shumë mirë prezent kur është replikuar dhe në votimin e Vlorës
Dhe të kam thënë, po se artare të për jashtë, të kam thënë dhe kështu. Ankese të personelit që ishën prezent. Zoti Sabri ka gjën aty pranë dhe nuk ka reaguar absolutisht. Jemi shumë të pakënaqur. Ka qenë i diferencuar dhe i fokusuar nga ajo që u zgjat. Dhe Vlora nuk e pranon faktikisht atë presidente sot. Çudi? Alma je dakord ti me atë? Okej, qëndroni në linjë, megjithatë shumë shkurt, ju lutem, të treve. Ju lutem, ka mundësi në mënyrë qytetare. Atëherë zgjedhuni një shoqe e Almës dhe mbështetje e Almës dhe votuesi e Almës bie. Dhe tani i them, mos është zgjedh gabim ajo, je dakord me atë? Zoti Skënderi, duket sikur e kemi personale me ty, absolutisht nuk është kjo problematika. Ne kemi hallin e pacientit, është pacienti apo ajo qendra e objektivave. Po ja, pra ne jemi pacientët. Ne që punojmë, ne jemi dhe pacientët. Atëherë, e gjithë kjo problematik e rëndon sistemin shëndetësor shqiptar apo jo? Është ky problemi që ne kemi këtë sistem të tillë shëndetësor që kemi, ku të gjithë kemi ankesat tona? Shiko, ankesat e pacientëve janë se ankesat e qytetarëve. Se nuk është futur ajo ke urdhri i infermierit. Edhe pse asaj s'ju dhahet drejta në bazë të ligjit që të merrte pjesë në zgjedhje dhe të zgjidhesh. Kjo është ankesja e pacientëve shqiptar. Pacientët shqiptarë janë për të zbatuar ligjin 1/1. Po punoje ti më Sabri, punoje ti me atë njerëz që të ishte në urdhrin tënd. Duan përmirësim të kujdesit. Duan përmirësim ato që ngrita unë të etikës profesionale. Duan përmirësim të komunikimit të infermierëve. Duan që infermierët me këtë uniformë, siç i shohim aty, të mos dalin për jashtë, të mbledhin infeksion për rrugët e spitalit dhe të hyjnë brenda në sallë dhe të hyjnë brenda dhe të pajtohemi pastaj, të pajtohemi me këto dy zonjusha të me këtu që të themi mos i dënoni. Ata s'meritojnë të quhen infermierë. Kto që dalin kështu rrugëve dhe tregjeve, nuk meritojnë të jenë infermierë. Kto duhet në shkuar. Dhe për këtë është urdhri infermierit. Urdhri infermierit është të mbrojë pacientët nga keq ushtrimi i profesioneve. Dhe kjo që bëhet me disa raste të tilla, si ajo që punon pa licencë, e di pse s'ka licencë ajo. Se ajo mund mos ketë arsimin për katës. Dhe ajo nuk vjen tek neve të regjistrohet, mund të jetë ndonjë infermiere me kurs dhe si takon licenca. Dhe ka zënë një vend me mika. Po shko gjeje më Sabri, shko gjeje në atë punëmarrësin. Tek punëmarrësi gjeje. Edhe këta të tjerët që Jo ke personi, gjeje. Do të ketë për parregullësit. Po gjeje pra, gjeje ke institucioni. Bëhet garant për zbatimin e këtij ligji nen për men. Pyetja e fundit. Ndëshkimi është sketri juaj edhe për këtë 5 vjeçar që do të jeni në këtë mandat pra si presidenti i urdhrit infermierëve të Shqipërisë? Dëshkimi është kryefjala juaj? E kam shprehur spektrin tim për këtë 5 vjeçar, që dje. Që është? Kur e kam thirrur. Dëshkimi. Jo. Në shkimi i rasteve negative i të gjithëve shkeljes së kodit etikës. Cila është risia që do të sjellni në këtë mandat? Unë do të kërkoj që këto drunjë të shtrëmbur, që mund të ekzistojnë midis infermierëve. Unë kur flas për urën e infermierit. Po jo, me unë të gjitha fjalën. Për këtë u kam kërkuar bashkëpunim me këtyre dy zonave. Këtu dije kur e kam mbyllur dhe të gjithë ekipit të infermierëve, të gjithë drejtuesve të infermierisë, të punojmë, të largojmë nga pjesa jonë drunjtë e shtrëmbur. Kur themi drunjtë e shtrëmbur, ata që nuk i përgjigjen kodit etik, sjelljes etike profesionale, kujdesit pacientit, komunikimin me pacientin, nivelit profesional, në dhënien e ndihmës parë. Të gjitha këto janë ligji thotë e gjykon dhe e ndëshkon dhe paraqet i ka vetë të përshkruara. Jo unë më, ka një komision të gjykimit profesional që ngrihet pranë urdhave profesional dhe Sabriu nuk merr pjesë, sepse unë jam ata ankohen kundër dënimit ke unë. Dëgjoj Sabri, ke jo dënoj unë njëri. Modeli se si duhet të jetë, dua që të ma prezantoni në një tjetër emision, se cili do të jetë modeli, sepse sot diskutuan vetëm për teknikat e këtyre zgjedhjeve.
Është korrekt në kryen e detyrës, është i disiplinuar, i rregullt dhe i papërtueshëm. Detyrën si komandant shërbimi e ka kryer më së miri. Ka aftësi të mira profesionale si zjarfikës duke udhëhequr turnin, si në shuarjen e zjarreve ashtu edhe në stërvitjen profesionale që zhvillohet në stacion. Ka figurë të pastër morale dhe gëzon respektin e kolegëve dhe të eprorëve. Ky është dokumenti i vlerësimit, por njëkohësisht edhe i shkarkimit nga puna të komandantit të shërbimit zjarfikës në zonën e plazhit në qytetin e Durrësit. Jam larguar nga puna në 12/6/2009. Pa më njoftuar fare, duke mos më thënë asnjë lloj arsye largimi nga detyra si komandant i shërbimit zjarfikës në plazh. Kundrejt kësaj i bëra një letër drejtorit të përgjithshëm të PMNZ-s edhe nuk mora asnjë përgjigje. 54 vjeçari Sadik Bega, polic zjarfikës dhe banues në qytetin e Durrësit, lirohet nga puna më 12 qershor të vitit 2009. Punonte në shërbimin e zjarfikësve që nga viti 1979 gjatë shërbimit ushtarak dhe si nënpunës i këtij sektori që nga viti 1984. Pavarësisht e eksperiencës së gjatë si polic zjarfikës, ai qet nga puna pas një motiv dhe para lajmërim. 25 vjet në këtë lloj shërbimi, plus 3 vite si ushtar në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri në Berat, të cilat shkojnë 28 vjet. Pra nuk jam një njerëz që kam qenë me kontratë, por kam qenë i përhershëm në punë. Sektori i policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin i prefektit të qarku Durrës i propozon prefektit të këtij qarku shkarkimin nga puna, por pa dhënë ndonjë arsye. Dhe po kështu prefekti e firmos të largim në mënyrë të menjëhershme. Edhe pse duhet thënë se gojarisht, por jo të dokumentuara, ata japin motive të ndryshme shkarkimi. Njëri prej versioneve është se do ta transferonin si policë në drejtorinë e burgjeve, ndërsa e dyta heqja nga puna vjen si rezultat nga shkurtimet organike. Kërkoj njëkohësisht sepse normalisht unë nga puna nuk jam larguar për shkurtim organike, por jam larguar si rezultat i marrjes së një tjetri në vendin tim me një urdhër të dytë paralel me urdhrin e lirimit tim nga detyra. Se duhet të largohem unë dhe të merret një tjetër në vendin e punës, kur unë nuk jam marrë ose nuk kam shkelur asgjë, sepse duket qartë edhe në vlerësimin e punës që ka bërë komanda. Duke thënë që ka qenë korrekt, ka bërë këtë, ka bërë atë, siç janë të shkruara në aktin e vlerësimit, të cilit unë e kam në dokument. Edhe gjykata nuk japin vendime për të kthyer në punë, për rikthim në punë. Mbasi janë në trusninë e presionit të këtyre. Edhe japin një vendim gjyqësor të pjesës. Nuk e pranova, por thash, meqense këta po më japin këtë dhe nuk shkruajnë që nëse i japin të drejtë ose nuk i japin të drejtë sepse ana shkaluan këtë, rezultova të hesht. Pastaj thash, lëre. Në ato momente. Thash, paktën të marr financën me cilën më takonte me ligj. Nga momenti i heqjes nga puna, për këtë zotëri nis dhe kalvari i gjatë i proceseve gjyqësore të njëpasnjëshme. Letra drejtuar institucioneve për të marrë një përgjigje, por si kundër përgjigje ka marrë heshtjen e tyre. Kështu kalon çështja e tij nga gjykata e shkallës së parë në gjykatën e apelit e Meradh. Vendime të çuditshme, të pjesshme janë marrë prej tyre. Në pamje të parë, duke sikur favorizojnë zotin Bega, por vetëm në teori, sepse deri më sot asgjë nuk duket në horizont, nëse do të vijë në zbatim ndonjëherë këto vendime, edhe pse janë ekzekutim në formë të prerë. Vendosa t'i drejtohem gjykatës së shkallës së parë Durrës. Mbasi bëra kërkesën pa di në këtë gjykatë, e cila shkoi 5 seanca, pala e paditur qëndroi, erdhi vetëm një herë në seancët e herë të tjera nuk erdhi, dhe në fund u vendos që të paguheshin 18 muaj paga financiare. Mbas kësaj kërkova në zbardhjen e vendimit, e cila u bë mbas 3 muajsh, dhe menjëherë kërkova ekzekutimin e vendimit të gjykatës, sepse në mënyrë vullnetare prefektura nuk mund ta zbaton. Prefektura e Durrësit bëri një ankimim
jo të rregullt dhe jo ligjor, për të çuar në gjykatën e apelit dhe aty bëhet gjykimi i kësaj çështje në mungesën time por njëkohësisht edhe të prefekturës dhe lihet në fuqi vendimi i gjykatës së Durrësit. Nga ky moment filluan procedurat për së dyti në zyrën e përmbarimit, ku kam mbyllur dhe 2% të shumës së këtyre rrogave në një bankë, Raiffeisen, për ekzekutimin e këtij vendimi të gjykatës. Dhe që nga i moment dhe deri sot në këtë moment që flasim, nuk është zbatuar vendimi i ekzekutimit të gjykatës të Durrësit. Arsyeja është e thonë, nuk kemi para, nuk kemi buxhet, gjë për cilën unë kam fituar betejën dhe ata duhet. Por duke parë që edhe pse gjykatat vendosën në mënyrë të pjesshme që ky komandant të merrte shpërblimin që i takonte, por jo kthimin e tij në punë, zoti Beka vendosi ta pranonte në heshtje, duke menduar të paktën të merrte shpërblimin. Por as ky vendim nuk u zbatua. Për këtë ai u drejtua sigurimeve shoqërore për një pension të parakohshëm, por shuma që ofruan ishte qesharake për të. Gjykatës thoshte që duhet i paguhet zotit Sadik Beka 18 paga, sepse një vit ishte për vjetërsi në punë, që i takon, dhe disa muaj të tjera, dhe 6 muaj të tjera ishin përbërje me njoftimin dhe me këto lidhjet e viteve që kanë të bëjnë me punën si ushtarak. Pillë mbas kësaj, pa është arsyeshme, ti drejtohem Institutit të Sigurimeve Shoqërore, nga që kisha një vjetërsi të madhe në punë, i kërkoj pensionin e parakohshëm. Gjë në të cilën tash unë jam një pension të parakohshëm për qesharak me 137.000 lekë të vjetra shqiptare. Duke pasur kaq vite pune. Tjetër deri tash nuk është zbatuar, Gjithashtu nga prefektura janë dhënë premtime për kthimin në punë, por kanë qenë premtime të kota. Kjo s'ka bërë gjë tjetër veç se zvarritjen e çështjes së tij deri më sot. Mu premtua një herë për të më kthyer në punë, gjë që më mbrapa nuk mora asnjë përgjigje, po 2-3 takime me të. Dhe pastaj kanë vazhduar të ecejaket me ekzekutimin e vendimit, me shkresat që thotë nuk kemi likuiditet, s'na ka planifikuar ministria, gjëra të kësaj kategorie. Sot ati i duhet të jetojë me një ngushticë financiare, por kërkesa e tij është më urgjente se kaq. $137.000 lekë që marrin pensionin dhe një rrogë të gruas e cila është grua modeste, një rrogë modeste domethënë. Jo vetëm për punë, për rikthimin në punë, por njëkohësisht kam nevojë edhe për kthimin e menjëhershëm të kësaj fature që më është debi prefektura e Qarku Durrësit. Po kam dhe një operacion për arsye shëndetësore të mia që këto para ti marr sa më shpejt për të marrë ndihmë për shëndetin tim. Kërkesën nga spitali i Pisës, me të cilën kam kontaktuar për të shkuar për të bërë operacionin. Ndërkohë, unë do t'i kthehem në këto momente për pak minuta një çështje të lënë pezull nga e hëna e kaluar që kemi diskutuar në studion e emisionit Urbanika. Bëhet fjalë për shkurtimin në mënyrë të padrejtë nga puna. Rasti i fundit që kemi diskutuar është ai i komandantit të zjarrfikseve në zonën e plazhit në qytetin e Durrësit, zoti Sadik Bego, i cili është sërish sot në studion e emisionit Urbanika. Por na është bashkuar edhe Valentin Macaj, kreu i Sindikatës së Shërbimeve Policore. Mirë se keni ardhur. Dëm shpërblimi është kryefjala jote sot, Sadik, sepse rikthimi në punë duket i vështirë pas të gjitha përpjekjeve që ti ke bërë, edhe pse vazhdon të ngulmosh dhe ta pretendosh fort rikthimin tënd në vendin e punës, pasi ka hije të forta dyshimi që kjo është bërë për shkak të ngjyrave politike, por unë do të mbetem fjalisë tënde të kaluar që zjarri nuk ka ngjyra politike. Dhe 25 vite eksperiencë si komandanti i zjarrfikseve nuk janë pak. E para faleminderit që më krijuat mundësinë për së dyti për të ardhur në këtë emision. Por ajo që më ka bërë përshtypje është mosbatimi i vendimit të ekzekutimit të gjykatës nga zyrat e përmarrimit.
Se kemi një tjetër absurd në rastin tëtë, pra, kemi një tjetër paradoks. Fillon kalvari i dytë, mbasi të lirohesh nga detyra, nuk bëhet të zbatimi i vendimit të gjykatës. Jam bërë disa sekuestrime në lidhje me këtë nëpërmjet zyrës thesarit e këtu, por për mua nuk është realizuar. Edhe ajo është një shumë simbolike ndoshta, po për mua është tamam, më vjen në ndihmë ekonomike. Jam 18 muaj që më ka dhënë gjykata dhe sot e kësaj dite nuk është e realizuar. Në të momente që po flas, e kam tërhequr nga zyra e përmarrimit gjyqësor shtetëror, dosjen ose praktikën më mirë të quaj, dhe e kam çuar atë në një përmërues gjyqësor privat, po në qytetin ku jetoj vetë. Ndërkohë, okej, do të pyes për avancimet që ke mundur të bësh me këshillat edhe të avokatit Ylli Kameri që kishim në studio, por do të flas me zotin Valentin Macaj. Në këndvështrimin tuaj si kryetari i sindikatës së shërbimeve policore, çfarë është kjo që po ndodh me këta njerëz të cilët punojnë prej vitesh në detyrat e tyre të posaçme, në një detyrë të posaçme siç ishte ajo e komandantit të zjarrfikses për rastin e zotit Sadik Beko. Çfarë po ndodh? Është ky një denigrim i figurës së policëve të shtetit apo jo? Absolutisht ne jetojmë në një absurd politik dhe ekonomik. Punojësi i policisë së shtetit, punojësi i policisë së burgjeve, i shërbimit zjarrfikës, edhe punojësi i policisë bashkiake, është gjithnjë në terrorin psikologjik të eprorëve politik, pa marrë për bazë asnjëherë zbatimin e ligjit. Shqipëria shuhet, edhe raportet ndërkombëtare kanë thënë që fusha ligjore në Shqipëri është për tu pas zili. Zbatimi në terren lën për dëshiruar. Jo pa qëllim, dhe një studim i fundit ka nxjerrë që 47% të punësuarve në sektorin shtetëror janë pa kontrata pune. Sadiku nuk ka pas kontratë pune. Edhe pse kodi i punës e parashikon kontratë pune çdo vit, të paktën deri në 30 mars të vitit pasardhës, nënshkruhet kontrata çdo vit. Sadiku është viktimë edhe e absurdit shtetëror, një armik i përbetuar i sindikalizmit, i drejtave sociale, sepse po të kishte kontratë kolektive, Sadiku sot do ishte në punë. Mirë po, ministri i atëhershëm i brendshëm, një armik i përbetuar i sindikatave, presidenti sotëm i Republikës, nuk pranoi që të nënshkruhet kontrata kolektive me sindikatën dhe ju dha shansi për të abuzuar. Rasti konkret me Sadikun, unë e kam pa dosjen e këtij, kam pa edhe gjitha urdhrat abuziv. Në të njëjtën kohë kur jepet vlerësimi i punës dhe eprori i tij direkt nuk është dakord me vlerësimin e punës së kryer nga Sadiku, në krye të javës, 12 ditë para zgjedhjeve të 20 qershorit 2009, pa lajmërim paraprak, sepse kodi i punës e parashikon dhe konventat ndërkombëtare dhe konventat e ILO-s që ka ratifikuar Parlamenti Shqiptar, e parashikon njoftimin një muaj para që do të shkurtohet vendi i punës, do ketë ristrukturim. Edhe baza ligjore që i referohet e prori i këtij, domethënë ke pati propozim me 3 rrjeshta. Propozojmë largimin e policë shërbimit zjarrfikës. Nuk ka policë, ky është punojës i rolit bazë. Pra ka titull tjetër, jo policë. Pra që nga trajtimi i shkresave zyrtare, këto janë shkresurina, këto janë të kohës nuk i vjet emër. Pra denigrimi fillon që aty, në mënyrën e trajtimit nga ana e shkresave. Problem tjetër është pushteti gjyqësor, që lën shumë për dëshiruar. Zoti Sadik është drejtuar gjykatës për të rikthyer në punë dhe për të marrë dëshpërblimin. Gjykata, duke marrë parasysh kërkesën e këtij, të ka pranuar vetëm pjesërisht kërkesëpadinë dhe i ka dhënë 12 muaj pagë në viti, 2 muaj dëmshpërblim, 4 muaj të vjetërsisë punës, dhe bën 18 muaj. Ndërkohë, edhe në linjë telefonike që patëm ne, ka një vendim unifikues që është shkatrues për punëmarrësit, unifikues i kolegjeve të bashkuara të gjykatës lartë të 2003-shit, e cila rekomandon jo kthimin në punë të larguarve nga puna. Kjo është shkelje flagrante e drejtave të njerëzit. Jemi munduar që ta godasim këtë vendim, po ky gonditet vetëm në Hag. Mirë po, financat e sindikatës janë të pamjaftueshme, ne po mbijetojmë. Shteti ka prerë gjitha burimet. Rastin fjalë i zotit Sadik, duke mos pas edhe bazën e njohjes, sepse do të njohësh edhe kodin e punës,
në gjithë kapitujt e vetë, marrëdhënies punës dhe të ankimimeve, ky do ishte drejtuar direkt sindikatës për mbrojtje. Do ishte drejtuar me anë të sindikatës zyrës ndërmjetësimit në qark. Sepse në çdo qark funksionojnë zyrat e ndërmjetësimit dhe të pajtimit. Dhe primet që ka bëri vetëm, mund t'i kishte bërë në emër të sindikatës, apo jo? Po, s'është faji i Sadikut ky. Është faji i shtetit sepse nuk don të ndërtojë marrëdhënie sociale me sindikatat. Por i lejon marrëdhënie individuale, do të më thuash? Dhe mu për këtë qëllim, 2 herë në progres raportin, faqe 47 të 2011 dhe 2012, është cilësu shkelja që i bëhet sindikatës tonë. Institucionet shtetërore që pengojnë lidhjen e kontratës kolektive. Pra, është Ministria e Brendshme, Shërbimi i Zarfikës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, që ishte rasti dhe atij zotit Mera. Dhe për këtë qëllim jemi thirrë në Parlamentin Evropian me datë 13, 14, 15 maj për të denoncuar shkeljet abuzive të kësaj qeverie, tani në maj. E kemi në ardhi, pra në pritje, ëh? Po, me 13 maj. Ka marrë dhe konfirmimi dhe gjitha për të lëviz. Dhe do të dorëzoj raportin aty. Sepse këto janë shkelje flagrante. Ky nuk ka asnjë mas disiplinore. Po pra, është rasti pa precedent. Ka kualifikimin. Që ti thua njeriu je korrekt, je profesional, punonjës karriere. Je punonjës model, punonjës karriere dhe në fund hiqesh nga puna. Absolutisht, kjo është shkelje flagrante e të drejtave. Puna, këtu është biznes politik, pasuri politike. Puna është e drejtë e njeriut. Është pasuri e individit. Sepse puna sjell mirëqenie, sjell ulje të krimit, sjell gjithçka. Në rastin e Sadikut i kanë krijuar edhe mundësinë e vetgjykësisë. Ne kemi raste konkrete, për shembull që është një gangrenë dhe është një shkelje flagrante, është një vetvrasje e punonjësve të policisë. Po. Në harkun kohor për 5 vitesh në policinë e Burgjeve ka pas 12 vetvrasje. Për kredi, për pamundësi strehimi, për paga të ulta, se këtu në zezën e të bardhë, punonjësi i policisë ka pagë të lartë, nivelit lartë. Në të vërtetë në familja e çon vetëm 70% të vlerës së pagës. I ka të gjitha taksa. Paguan taksa më shumë se sa kryetari i qeverisë. Në shkresë i shkruar në kolona, vështirësia, ora e natës, largësia e gjitha. Nuk i paguhet as transporti, nuk i paguhet as trajtimi ushqimor. Pra, një punonjës policie që bën 50 km rrugë, shkon turni i tretë, nuk gjen as ujë, as çaj, as kafe, kryen shërbimin në kushte njerëzore. Dhe çfarë gatishmërie do ketë shërbimi, 8 orë shërbim pas lloj kushti, pa ngrohje, pas gjë, minus 20 gradë në Korçë për shembull. Pra se janë të ndërtuara shkeljet, edhe shkelja e Sadikut edhe shkeljet e punonjësve të tjerë. Rasti i Sadikut, ky i është drejtuar përmbarimit shtetëror. Përmbarimi shtetëror ka qenë gangren në zinxhirin e dështuar të drejtësisë shqiptare. Sepse duke pas orientim politik, gjithmonë janë godit punonjësit e shtetit. I është dhënë përparësi privatit për ekzekutimin e vendimeve dhe vartësve, se këta i quajnë vartës gjithë. Punonjësve të shtetit nuk u jepet dëmshpërblimi, nuk u jepet 18 muajshi, as 2 muajshi, as 4 muajshi, as dhënia leje zakonshme, absolutisht. Dhe është abuzu. Dhe shkelja ligjore me këtë nis edhe nga prefekti, ish prefekti Genca Lizoti. Sepse ai me 3 maj, ky ka marrë vendimin e formës së parë të gjykatës Durrësit, ndërsa zotëria në fjalë, prefektura me gjykatën e Durrësit është në vija ajrore 20 metra, në vija ajrore. E pasaqu me post atë kërkesë padin. Por një vendim që merr formë prerë bile kjo çështje, kjo dosje do kishte shkuar në Këshillin e Lartë Drejtësisë. Edhe pse dihet që do të merret as vendim as ndëshkim për gjyqtarët e inkompetent. Por kjo është shkelje flagrante e ligjit. Dhe edhe apeli i ka dhënë të drejtë, ka marrë formë për vendimi. Për të marrë dëmshpërblimin që i takon të paktën, sepse rikthimi në vendin e punës është, siç e theksuat, është akoma një dilemë totale. Është një dilemë sepse është një vendim i Kolegjit të Bashkuar të Gjykatës Lartë të 2003-shit. Që e bllokon. Sepse reforma ka pas. 20 vjet Shqipëria është bërë mishmash. Ndërkohë, zoti Macaj, t'ju pyes, ne flasim për Sadikun, për Agronin, apo për Faikun që kemi patur në studio, dhe duket sikur na intereson
vetëm individi, por në fakt më duhet shohim çka anën tjetër të medaljes. 25 vite karrierë si zjarfikës. Unë si qytetare, kur të biri zjarri në banesën time apo në lagjen time, nuk dua që të vinë njerëz jo profesionist. Do të kisha preferuar apo jo, duke parë interesin qytetar, që të ishte Sadiku me skuadrën e tij. Po ndërkohë, Sadiku është hequr nga puna. Kush do ta shuaj zjarrin? Është pikë ata me tesera. Në vend të pompës ujit, presionit për fikë zjarrit, do të nxjerrin teserën e partive politike. Si kështu është vepru. Pra, inkompetenca, jo profesionalizmi. Skandali i fundit që u ndërprej për arsye politike. Sindikata ka kërkuar gjithmonë verifikimin e njohurive profesionale. Ka 20% e policisë burgjeve janë parë sim përkatës. Me burimet sigurta të sindikatës. U nis një kontroll nga SHGBB-ja, Shërbimi Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, kapen me raste sporadike tek duke godit ata që janë kundër pushtetit dhe e kanë ndaluar si operacion sepse duhet përzgjedhje. Ndërsa ky që ka eksperiencë në këtë detyrë, si thoni ka ndalë thinjat në shërbimin e zjarfikës, hidhet në rrugë. Kush din të fikë zjarrin sot? Dhe nuk është vetëm një dëm individual i Sadikut dhe i familjes së tij, por është një dëm i gjithë shoqërisë. Pastaj shkelja tjetër. Gjërat kështu duhen parë kanë përshtypjen. Shkelja tjetër prap flagrante e ligjit është puncohen njerëzit me urdhra deputetësh, pa bërë trajnim përkatës. Kupton ti jepet arma nishës ka marrë ushtrin sepse ka disa vite që rreth shërbimit detyrë shumë ushtarak. Po, dhe pastaj që shtima armë në ambiente dhe të mbushur me njerëz dhe në ambiente të ngushta. Po, e pyet në mënyrë palishme i thotë, din të shtish me armë ti thotë? Din të si thotë një qytetar din të shtish me armë? Domethënë a ke legalizuar përdorimin e armës së zjarrit në mënyrë palishme, armë pa leje dhe fut policë. Pa shkollë të mesme, pa kusht trajnimi, trembojor të paktën. Pa kontratë pune. Ka punojësi policie femra që bëjnë shërbim në Kopol. Rastet ka pas në Kruj, në burgun e Krujës, ka në burgun e Korçës, duke fut me lopat, nuk kanë se ku t'i angazhojnë me punë në institucion, i fusin Kopola. Për të bëndere. Shërbim. Po pra. Ose transferimet, kanë fillu transferimet. Nga Korça i bjen në Elbasan. Se kjo është i majtë në preshpunë. Unë vi nga një familje për nego politike dhe kam qenë i djathtë. Kupton, se po flas, se unë jam ekstremist as i majt as i djathtë. Jemi të detyruar ti përfshin gjërat politike edhe unë përfaqësoj interesat e punonjësve të policisë, pa dallim. Dhe absolutisht parimi im nuk është politika, parimi im është që ta mbrojsh në bazë të ligjit. Dhe Shqipëria nuk është interesuar. Sa mundësi ka Sadiku që të marrë të paktën dëmshpërblimin që i takon dhe që ka fituar me vendim gjykate. Çfarë mund të bëhet? Është një shans sepse edhe linjën e herën e kaluar thash që duhet i drejtohet përmbarimit. Është një shans që kanë një shërbim përmbarimor privat. Do thotë që s'ka për mbi kohë. Po shkeli ligjin, merr vretje dhe largohet, i hiqet licenca, po jo që ta heqë drejtori nga puna, si i thonë. E kuptoj. Dhe përmbaruesi privat ka shanset që këtij me ngrirjen e fondeve të institucionit të prefektit në thesar të jepet dëmshpërblimi brenda afatit ligjor. Sepse nënshkruhet kontrata me përmbaruesin privat. Kur është deadline-i Sadik, data e fundit? Kur s'ka donë pra? Ende akoma se kemi, se partia i kam shuar në përmbaruesi privat, kështu që mendoj që këto 2-3 ditë ne do lëm një afat, se cili do të afati e di përmbaruesi bashkë me mua kur të bjem. Ai bllokon fondet. Ne kemi dakord vetëm në mënyrë verbal. Bllokon fondet në thesar dhe pikë. Partia i kam shuar për të mos mbas bisedës që bëra me avokatin. Dhe me avokatin e Ylli Kamerin, po. Realizova në mënyrë tillë. Pra e tërhoqja që ande, dhe çova të zyra përmbaruesi privat. Dhe kemi shanse pra. Shohim. Të paktën për pjesën e dëmshpërblimit, pastaj për rikthimin në punë, siç po na e thekson zoti Macaj ka goxha problematik. Edhe këtë dëmshpërblimi, domethënë, unë do të besoj vetëm atëherë kur ajo të zbatohet. Sepse ka mendime, me sa dëgjoj dhe me sa bisedoj me përmbarues privat, më thonë që duhet të bëhet pjesërisht pak dhe nga pak. Gjë për cilën unë jam as pak dakord se duhet ta bëjnë sot 10.000 lekë të reja e nesër 10.000 të tjera. Në një kohë kur janë mundësit. Cila është shuma Sadik nëse më lejon të pyes? Rreth 900. 9 milion të vjetra. 9 milion të vjetra. Po flasim shumë. E kuptoj. Kjo është shuma e dëmshpërblimit. Po. Që shteti do detyrohet për këtë heqje nga puna pa motivacion. Pa motivacion. Edhe imagjinoni se sa deri ku shkon padrejtësia, sepse
Edhe këtu janë megjithse Sadiku e merito këtë dëm shpërblimin, sepse është hequr siç është hequr nga puna, imagjinoni, nëse do të qëndronte në punë, do të vazhdonte jetën e tij normale, duke shërbyer komunitetit, dhe ndërkohë nuk do të ikshin ky fond nuk do të ikte në këtë mënyrë, por do të mund të përdorej për të mirat të tjera në drejtim të komunitetit. Jam idealiste unë kur flas kështu, se gjithmonë idealizmi përputhet me realitetin. Absolutisht rastin por faktikisht kështu duhet funksionojë. Flas gjithmonë për mënyrën se si duhet funksionojë. Kam edhe një rast flagrant, rasti një punojësi në Kukës që her pas here familjen e ish punojësi, dhe shoh se çfarë halli kanë familjarët, jam mundu me organizata të ndryshme, fondacione ndryshme për të rregulluar shtëpinë. Ai u transferu nga Kuksi ditën e parë, u transferu në Lezhë, nga paraburgimi i Kuksit në burgun e Lezhës. Ditën e parë, sa mariturin e parë, u aksidentu te kryqëzimi i Milotit, te kryqëzimi i famshëm, vdiq, la 2 fëmijë jetim. Dhe shteti, pra si kishte garantuar as transportin, se aty del fiasko shteti. As transportin, as strehimin, sepse është transferu nga Kuksi në Lezhë, ka thënë tu s'ka strehim. Ik prapë në shtëpi. Pra, domethënë nga Kuksi në Lezhë, turri i parë, shkojnë në shtëpi dhe vije prapë turri i parë nesër. Vdiq la 2 fëmijë jetim. Me luftë dhe masi kemi bën protestën e parë që është bën shërbimi policore para drejtorisë burgjeve, i është realizuar një pension qesharak 12.000 lekë të vjetra. Të reja. Të reja. Që as me veshje, as me ushqim, as shtëpi mbi kokë s'kishte. Paktet deri më sot e kemi realizuar me bamirësi, si i thonë, me miq e me organizata ndryshme që ti rindërtohet shtëpia. Dhe shteti, kryetari i komunës thoshte unë nuk e di se ku banon filani. 100 metra distanca me shtëpinë e tij. Pse? Sepse nuk ishte votuesi i tij. Kupton, Shqipëria është skandal. Nuk e di, ka një shpresë optimizmi, inshallah ndryshon situata, inshallah, ta mbyllim me një apel të Sadikut? Sadik? Po, shpresojmë mbas kësaj marrëdhënie që bëm televizive bashkë edhe me zotin Valentin, që të realizohet njëkohësisht si edhe dhënia e shpërblimit, por edhe kthimi në detyrë ku kam qenë. Shpresoj. Faleminderit që ishit me mua sot, do t'ju lë të largoni sepse jeni të dy në drejtime dhe në destinacione në rrethet të ndryshme të vendit, kështu që do t'ju duhet që të udhtoni. Ju që jeni zëri i të drejtave punojësve. Faleminderit. Ndërkohë, të dashur miq, emisioni Urbanika do të shihemi sërish nesër me të tjera tematika që do të trajtojmë këtu në këtë studio. Mirupafshim.